Para përmbylljes së emisionit të lexojmë dhe pyetjen e fundit. Thotë, si të kuptohet hadithi që do të futen 70.000 veta në xhenet pa dhënë llogari? Po, kjo është një privilegj të cilin Allahu u amundson atyre njerëzve, atyre 70.000 personave. Mirë po, e kemi pastaj përshkrimin e disa veprimeve të cilat ose disa cilësive të cilat i kanë ata njerëz. Edhe mendoj se kjo më tepërmi u shkakton konfuzion njerëzve kur e lexojnë këtë hadith. Për arsye se aty përmendet, thot, ata njerëz janë ata të cilët nuk kërkojnë, do të thotë që të bëhet rukje, nuk e përdorin mënyrën e shërimit që quhet katerizim, nuk mbjellin në zemrat e nuk lejojnë që të lind dyshimet për kobin dhe fatin e keq, sikur se është kapërcimi i rrugës nga macja e zezë ose gjëra të ndryshme, por përfundimi i krejt kësaj është, domethënë se ata e arrin një nderim të këtill nga ana e Allahut për arsye se Allahu i mbështeten fuqishëm. Hoxhë nderuar, ju i përmendet disa veprime, por a do thotë kjo që këto veprime janë të ndaluara? Disa prej këtyre veprimeve që përmenden në hadith janë të ndaluara, sikurse është ndjellja e kobit të zi. Do të thotë njerëzit që e quajnë baksuzllëk, do të thotë mirën me gjanat me bestytni të ndryshme dhe mendojnë se ato sjellin fat të keq ose fatkeqësi ose kob ose kështu me radhë, e kjo është ndaluar që njeriu të konsiderojë gjëra të këtilla. Nuk lidhen gjërat kësaj. Në përgjithësi gjërat të cilat na ndodhin neve ose përreth nesh, ndodhin me caktimin e Allahut fuqiplot, andaj ne nuk kemi nevojë të shqetësohemi e as të brengosemi pse ndodhi një gjë e tillë, pse ndodhi natën, pse ndodhi ditën, pse ndodhi ditën e hënë, pse ditën e martë, pse kështu me radhë. Kjo është domethënë e ndaluar. Ndërsa ato gjëra të tjera, sigurisht është kërkimi që të bëhet rukje, respektivisht njerëzit kur janë në hall kërkojnë prej të tjerëve që ti shërojnë ata me Kur'an ose ti kurojnë, ti trajtojnë ata me Kur'an, duke u fryer, duke u kënduar Kur'an e kështu me radhë. Kjo nuk është e ndaluar. Mirë po, nëse njeriu e le këtë si pasojë e tevekulit të fortë, mbështetjes së fortë që ka në Allahun fuqiplot, atëherë me këtë e ka fituar kushtin e kandidatit potencial për të qenë në mesin atyre 70.000 personave të cilat do të hyjnë në xhenet pa dhënë llogari. Nga se ata e kanë braktisur një veprim të lejuar vetëm e vetëm se kanë qenë shumë fortë edhe fuqishëm të mbështetur në Allahun fuqiplot. Përndryshe, lejohet që njeriu të i marr masat e nevojshme, masat e lejuara dhe legjitime për të arritur deri te një qëllim i cili gjithashtu është legjitim, mirë po në raste të veçanta mundet të jetë kjo të vijë ndesh me mbështetjen e fortë në Allahun fuqiplot. Mirë po aq sa njeriu gjen forcë në veten e tij, ashtu edhe vepron.